Lista mbyllur është gjë më poshtë, deformimi më i madh i votës së votuesve. Iku e tani. Po jo iku, se gatuar ka se do i vujmë neve, 4 vjet do i vujmë. Tani, nga to thosh kemi hap, po si ka hap listat nga 140, 97, 96, 97 i ketë emëruar, dhe 43, 44, 43. Lista mbyllur është mos kesh mundësi që dalë si deputet i pavarur, bësh një listë pavarur politike apo zotëri pa dash lista mbyllur. Ja. Po që të vrasi çdo alternativë në embrion. E ke gabim. Në diskutimet, në debatat, me ty nuk konkuroj në këtë, njorit e tuaj respektoj. Unë e di nga brenda, di dhe debatat brenda grup parlamentar, di dhe debatat brenda juristëve të Partisë Demokratike, di dhe debatat brenda PSZ-PD-s, Damian Gjikëluari si përfaqësues i Partisë Socialiste, dhe Erbil Bylibashi si përfaqësues i Partisë Demokratike, kur ka vajt propozimi nga ana e Partisë Demokratike që ne duam listat të mbyllura, janë lumturuar PS-ja. Në një kohë që Damian Gjikëluari propozimin disi ka qenë, që të ulit dyshemëja nga 7.500, 8.000 që ishte në vitin 2021. 6.000. Të shkotën e 6.000. Që të tregonte që nga i pari listë mbyllur deri tek i fundi ishte rrezikuar nëse thyej Hersi. Ulin e pragut Hersit, kjo ka qenë gjithë. Po një prag natyral. Ta mbyll me kaq. Po mbylla se të kemi publicitet. Por lista mbyllur për një arsye shumë të thjeshtë, dije e humbja dhe sot tash mbas datës 12 mos flas njëri më.